kom po që diçka nuk është në rregull. Kur e kom nxjerr për gjeoportalit shifet që ka ndërhyrje. Edhe aty janë 2 parcela, me 2 numra, që në seancën e fundit i kom prezentu, që në total bojnë dikon 300 metra katror, dhe ju kam bashkangjitur parcele sport që kam pas në Meq. Një parcele edhe ajo është publike, që atë ditë e kam po publike në asamblen komunale, dhe të gjitha ato, në 2022, unë i kam gjitha ato dokumenta i kam marrë dhe ja u kam dorëzu shefave të grupeve, të përfaqësuara në kuvend, dhe auditorit mbrëmshëm. Dhe kam kërkuar nga auditori që të auditon këtë parcelë dhe nëse gjen shkelje, le të vazhdojmë procedura tjera që ati i takojnë me ligj. Ish auditori i brendshëm i Fushë Kosovës, Shoqëri Krasniqi, me 2022 kishte përpiluar raport ku pretendonte se vlera e dëmit që komuna e Fushë Kosovës e ka bërë në raport me qytetarët e vet shkon deri në 700.000 euro. Raport për shpalosjen e informatave lidhur me zvoglimin e sipërfaqes së parcelës 00428 Viz 1, Viz 2, Viz 3, pronë PSH, kuvendi komunal dhe tjetërsimi në pronë private për interesat e ndërtimit të objekteve të larta banesore, vlera e dëmit sillet rreth 600 deri në 700.000 euro. Gjithashtu, ish auditori Shoqëri Krasniqi thekson në raport se 300 metra katror apo 3 ari pronë publike dhe private janë tjetërsuar në pronë private të ZSH, i cili tani më ka ndrruar jetë, duke u trajtuar si hapësirë për ndërtim. Betimi për drejtësi kishte raportuar edhe për një pronë tjetër publike në Fushë Kosovë që kaloi në pronë private në Gjeoportal. Lidhur me këtë, ish auditori Krasniqi kishte dhënë prononcim duke i paraqitur shkeljet e komunës së Fushë Kosovës, ndërsa 2 ditë pas transmetimit të emisionit, Krasniqi ishte vlerësuar me nota të dobta dhe 1 muaj më pas ishte shkarkuar nga komuna e Fushë Kosovës. Ish auditori Krasniqi mori ndihmë juridike në qendrën për ndihmë juridike falas në kuadër të IKD-s. Rrjedhimisht, KPMSHCK e pranoi ankesën e Krasniqit si të bazuar. Por si ndodhen këto ndryshime në sistemin gjeodezik nga punëtorët e komunës së Fushë Kosovës, ku prona komunale prej 300 metrave katror ju huazua privatit për ndërtim, i cili huazim mundësoi ndërtim shtesë prej 1050 metrave katror. Secili zyrtar komunal që ka autoritet të bëjë ndryshime në sistemin digital të pronave e ka llogarinë e tij personale. Rrjedhimisht, çdo ndryshim që bëhet nga secili zyrtar ruhet në sistem, gjë që edhe do t'ja lehtësonte punën prokurorisë për hetim. Por gjithashtu, zyrtari është i obliguar të përpiloj edhe një raport pas ndryshimit të bërë, për të sqaruar nëse ndryshimi ka qenë i nevojshëm apo ndoshta vetëm ndonjë gabim teknik gjatë punës. Megjithatë, në këtë rast, burimet e betimit për drejtësi bëjnë të ditur se këto ndryshime fare nuk janë arsyetuar në raport. Rrjedhimisht, prona publike dhe një pjesë e pronës private të dikujt tjetër i është bashkëngjitur në heshtje një pronës private ku po planifikohej për ndërtim. Ish asambleisti i vetëvendosjes në Fushë Kosovë, tash drejtor në administratën e re, Durim Hajra, thoshte për betimin për drejtësi se ky zhvillim është paradoksal. Realisht ç'to është paradoksi, se nuk e di cili individ aty ka marrë guximin që pronën komunale me tjetërsuese që janë ndërruar titullarin për interesa të caktuara, kur në fakt aty është ndërtuar objekte, është gjë që shihet, ekziston historiku i asaj prone, që mund me vërtetu lehtë që ajo ka qenë pronë komunale. Ndërsa tash, asamblisti i zgjedhjeve të fundit, Rahim Tërnava, veprimin e zyrtarëve komunal të Gadastrës e quan hajni klasike. Mas pari ndrimi pronës, që është se cila pronë ka numrin e gastrës dhe fletën poseduese, nuk bëhet aq lehtë pa ndërhyrë në sistem edhe pa marrë një vendim që duhet me pas një historiat juridik për me ndryshu prona prej një pronarit pronën tjetër. Është një procedurë ligjore, dhe me thonë që është i obligueshëm edhe zyra katastrale me zbatu qatë vendimin që vjen prej historiat juridik prej pronarit, ndrimi pronarit i parit i tretit, tani e merë me bazë ati vendimit e ndërhyjnë zyra katastrale. Por këta, në rastin konkret, këtu është hajni klasike, që Komuna e Fushë Kosovës, zyra katastrale konkretisht e ka bo këtë rast. Këtu nuk ka gabime. Kjo është hajni klasike, e ndryshoj, e ndërtoj, e kthej prap mas 5 vjetë
në gjendjen që ka qenë që me letra me lanë, po në teren është ndërtesa, po edhe nuk është vetëm ky rasti që ishte pyetja konkrete, a ka raste tjera, unë ju siguroj që ka edhe raste tjera dhe me vlera shumë të mëdha se vetëm ky rast, dhe është për çudi me thënë drejtën se në teknologjinë e re kuptohet që mundesh me lëvizti një objekt me ekrana të mëdha ose prej një vendit në vend. Po nuk e di çush e kanë marrë guximin zyra katastrale me ndryshu pronarin, tokën, prej në publike, në private të marrë parasysh që pronën s'mundet me lëviz pronazh atë,